Është për ditën mbar drejt për drejti në Real Televizionin 21, siç e kemi paralajmëruar. Në fakt, mua më bëri shumë përshtypje një video që ishte publikuar edhe nga i pari i Bashkisë Lezhës në lidhje me lirimin e hapësira publike në plazhin e bukur të Shëngjinit, që ne në fakt e duam shumë dhe e frekuentojmë shumë, sidomos në këto ditë të nxehta të verës, sidomos pra gjatë verës. Është me mua drejt për drejti, drejtori i turizmit në Lezhë, Renaldo Gjani, që unë dua ta falenderoj shumë për kohën, po të shikoj që më duket je pozicionuar tamam në Shëngjin, po shikoj ato pishat e mbaj mend. Të përshëndes nga Prishtina. Merci të jam në emisionin tuaj. Edhe faleminderit ty Mix për herë fan në mundësi me lidh Lezhën, plazhet në Shëngjinit për me promovu në territorin e Kosovës. Ju kemi merak neve në Kosovë, juve në Shëngjin. Ne Kosovë kemi merak, është ajo zemra e turizmit ka Shëngjinit. Është potenciali kryesor i zhvillimit të turizmit. Më thuaj si është koha sot atje? Janë ulur pak temperaturat? Edhe i bëj thirrje gjithë Kosovës, mirë se të vini sepse këto ditë të weekendit kanë shumë të mira. Dhe këtë video në fakt që ja ta shohim edhe tani pak video, do më ndihmojnë besoj edhe kolegët e mi, që po e shikonim na bëri shumë përshtypje dhe u gëzuam shumë. U gëzuam shumë se si duket po lirohen edhe hapësira publike, sepse me thënë të drejtën Renaldo, ne vim në Shëngjin, për duam edhe hapësirë, nuk është nevoja që të paguajmë një shazllon aty. Bashkia e Lezhës ka garantuar që të ketë hapësira publike në hapësira të afërta, kryesisht private, po ke edhe mundësinë për publike që është krejtësisht pa pagesë. Ne garantojmë si bashki që ato hapësira që i kemi lanë ti lejmë krejtësisht të lira për pushuesit që kanë nevojë dhe të dëshirojnë të bëjnë plazh pa pagesë me çadrën e tyre. Kemi marrë një aksion dhe po verifikojmë çdo lloj hapësire në bashkëpunim me policinë e shtetit, me policinë bashkiake dhe agjencinë e Bregdetit, ku po evidentojmë çdo kontratë sipas atyre që ka miratuar agjencia e Bregdetit dhe verifikojmë çdo hapësirë për t'ia kthyr pushuesve të jenë të lira dhe të garantojmë një sezon turistik sa më cilësor. Por e ka pasur për shembull kundërshtim, sepse unë e di që keni pasur edhe këto këshillat vërejtjet, ka pasur një datë, një afat të caktuar. Këshilla i kemi bërë vërejtje, bashkia në bashkëpunim me agjencinë e Bregdetit ju ka dhënë dhe plan vendosjen tokat e tyre, po ka edhe tendenca për të dalë jashtë territorit që kanë paguar, por ne jemi në vigjilencë në një grup të strukturuar të mirëfill për ta monitoruar gjithë sezonit turistik, ku nuk do lejmë që këto persona të kenë tendencën të dalin nga plazhet publike. Plazhet publike ne i kemi edhe me parkot, ku me një tabet ka parkodin që pushuesit mund t'i gjejnë shumë lehtë edhe janë krejtësisht të aksesueshme për t'i gjetur edhe për të vazhduar dëshirën e tyre për të pa plazhet në territorin hapësira publike. A mund të themi që mund të gjejmë lirim të hapësirave publike edhe në qendër të Shëngjinit, aty ku problematika ka qenë gjithmonë? Në qendër të Shëngjinit, hapësira publike që janë më të shumta, kemi hapësira publike që janë liru edhe në ranë në Hellun, edhe janë hapësira edhe në Kune, gjithë Ntale, gjithë këto zona i gjeni krejtësisht lehtë në barkodin që kanë ndërtu Bashkia Lezhë me ndërmarrjen Lezhë Invest që menaxhon plazhet e menaxhuara, gjitha këto nga bashkia, gjitha këto teritoret të plazheve mund t'i gjeni lehtë, si dhe në Shëngjin që ka plazhe të boshme publike, por edhe në anën e Hellën, por në Kune, por edhe në Ntale. Kështu që i bëj thirrje gjithë vizitorëve të vinë, sepse do kenë mundësi për të realizuar plazhe edhe në publike, po edhe në private me çmime të arsyeshme. Sepse Shëngjini për herë mban çmime të arsyeshme, sepse kemi edhe subjekte private që krijojnë oferta shumë të mira edhe për vizitorët.
Më pëlqej që theksove një 2-3 herë u bëjmë thirrje vizitorëve. A do thot kjo që këtë vit nuk ka shumë pushues apo ka më shumë se vitin e kaluar? Tendenca jeme edhe si është po e kuptoj. Gjithë kohës, sepse me thonë të drejten, ka fillu shumë herë që në maj dhe shifrat e sezonit turistik kanë qenë shumë më të mira se sezoni më përparshëm dhe ka pas rritje dhe rreth 10 deri në 15%. Sidomos weekendeve është fulli pronotuar Shëngjini. Gjitha hotelerit që kemi bërë intervista ne kanë garantuar që ka rritje në 15% në krahasim me vitin e kaluar. Kështu që unë thirrje i bëj për të thonë që ne ofrojmë turizëm, kemi mundësi prapë për turistat që mund vinë, duam të promovojmë sepse kemi një destinacion shumë të mirë që ofrojnë çmime të arsyeshme, një plazhe të pastra, plazhe të lira, edhe gjithë ato që me gjetë tu për një turizëm sa më të këndshëm. Kur themi plazhe të lira, si janë çmimet sot për sot? Për shembull, nëse flasim për shazllonet, çadrat, kanë ndryshuar, janë më lirë, janë sa viti i kaluar, se edhe vitin e kaluar keni bërë një rregull. Si viti i kaluar, bashkia ka vu edhe një tavan. Ne kemi edhe çmimet që bashkia i ka rreth 400-500 lekë. Si mas mund të rritë se çadrës, dhe mund t'i gjejnë shumë lehtë dhe mund të realizojnë ushqime me çmime të arsyeshme. Ta kuptojmë punën e lekëve, domethënë afër 5 euro për të paguar një çadër, po. Por varet edhe sipas kushteve. Janë edhe 8 euro ata që janë me dyshek. E kupton, varet sipas kushteve të cilësisë së plazhit. Aluminit janë 4 deri në 5 euro. Folëm edhe për pushuesit, vazhdon të kryesojnë pushuesit nga Kosova? Vazhdon të kryesojnë pushuesit nga Kosova. Oferta është zgjanuar ka dhe turistë ndërkombëtar, po kryesisht janë turistit nga Kosova që janë potenciali kryesor i turizmit në Lezhë. Diçka tjetër këtë vit në fakt, nuk kemi folur me ty, kemi folur me nën kryetarin kohë më parë në lidhje me nuk nisi mirë me lajme, sidomos në kohën që ishte dhe festivali i njohur atje që mbahet pikërisht tek Rana Hedhun, që ofron shumë vizitor, nuk nisi mirë ta quajmë kështu me ngjarjen që ndodhi. A është përforcuar siguria, kemi për shembull roje, sepse çfarë nuk po dëgjojmë kohët e fundit, me thënë drejtën, duke qenë që shtrirja e plazhit të Shëngjinit ka një kilometër të gjatë deri në fund të Kunës për shembull, edhe do me pas siguri, qoftë për fëmijët, qoftë për të rit. A është shtuar kjo siguria, qoftë edhe me vrojtues, me ata që ndihmojnë në shpëtimin e njerëzve? Unë shpreh ngushëllimet për raste të ndodhen. Sot bashkia, Agjencia Bregdetit, gjithë instancat përkatëse janë në territor për të monitoruar si plazhet publike, si plazhet e subjekteve private që kanë çdo lloj garancie, kanë vrojtuesin, kanë kontratat e kompletuara me gjitha shërbimet, me tabelet, me numrat emergjente, me gjithçka që duhet për të garantuar turizmin cilësor. Edhe të shikojnë edhe në plazhet, edhe turistët i bëjnë thirrje që në plazhet që janë të pamenaxhuara, të jenë të vëmendshëm, vetëm të bëjnë pushimin në plazhet që janë menaxhuar, në plazhet që ka vrojtues, në plazhet që ka monitorim, për arsye se të kenë një turizëm sa më cilësor. Sepse edhe vetë Bregdeti Lezhës është 30 km/h, 30 km vijë lineare, edhe normal që ka dhe plazhe të pa menaxhuara. Kështu që në qendrat e Shëngjinit, në Ranën e Hedhun, në Pune, ne kemi marrë edhe masat që të garantojmë edhe monitorime bashkë me Agjencinë e Bregdetit që ka kompetencë kryesore për monitorimin e vrojtuesve dhe fytyrave të cilësisë së Bregdetit, për sigurinë, për bovat, për të garantuar një turizëm sa më të sigurt.
Dua të ngacmoj me këtë pyetje, në fakt unë e njoh me pëllëmb, ande jam edhe unë, ti e din tashmë, por Shëngjinin e njoh. Nëse vjen për herë të parë, për shembull, një çift i ri ose dy të ri nga Kosova, ku i kishe preferu me shku, edhe ata duan, mirë, lirë, pastër, në pjesën e Shëngjin, ku i kishe preferu me shku, në cilën pjesë, nga Kunja, në qendër, nga Rana Hedhun? Në thënë të drejtën, perla ma bukur natyrore Rana Hedhun. Rana Hedhun, që frekontohet shumë. Të ofron në ranën e mirë, detin, të ofron në kombinimin e ujit pastër me ranë të vogshëm, po dhe shmeti ka të arsyeshme, hapësirat një edhe për parking, edhe shka kombinohet për një ditë, por nuk mund lejmë mangët edhe Shëngjinin që ka kuqet cilësore, ka akomodim shumë të mirë, ka dhe detin shumë të mirë. Po gjitha plazhet pothuajse janë unisone. Gjitha në Shëngjin kombinohet se është një lokacion i vogël, një distancë shumë shkurt që i viziton gjithë këto pikat. Pa vënu. Kështu që vinë deri në Lezhë se shumë lehtë i vizitojnë gjithë të zonat turistike të saj. Me që të kemi këtu, do t'je dita e Shtektarit, të di që është një koncertet më të bukura në veri të Shqipërisë, gjatë verës, në shesh, a do t'jetë këtë vit në Korrik, më duke gjithmonë është, jo, në gusht, me 15 gusht, apo jo? Në gusht me starton më herët, që janë i kina bosi, po edhe kulminantën e ka me 15 gusht dita e Shtektarit, që do jetë prap, edhe do jetë në një interval disa ditor, që i ofron vizitorëve, turisteve, emigrantëve që kthehen në vendet e tyre për të energjizuar, për të realizuar, për të takuar me miqtë e tyre, për të takuar edhe me shokët e tyre, për disa pushime sa më të këndshme. Mirë, uroj të shkoj mirë, por mbi të gjitha ajo çfarë ne nisëm dhe të ftuam, urojmë që në fakt që ne të gjitha ata që frekuentojnë Shëngjinin vërtet të gjejnë hapësira publike dhe të kënaqen në Shëngjin. Se shumë kurues edhe ne kemi liru, edhe tash mos harroni të barkudin që shikojnë tabela, sepse do të jeni mjaftueshëm, edhe gjithashtu unë ju them që zgjidhni për pushtimet tuaja Shëngjinit sepse keni me dalë kënaqur. Mirë, do të vim andaj. Faleminderit shumë, të përshëndes, punë të mbarë.